Sherrri ashpër midis gjestit dhe eglit reagon për herë të parë Xheneta, i del në mbrojtje e eglit ndërka që pritet të futet brenda shtëpisë. Marrëdhënia midis eglit e gjestit duket se është krishur përfundimisht. Shkak është bërë një debat i tyre i nisur nga reagimi i gjestit për një nishan në trupin e eglit. Pas diskutimeve në prajm ishte Rozana ajo që e ka vënë gjestin përpara përgjegjësisë se duhet i tregojë dashuri ndaj eglit, teksa artyisti ka shpërthyer në ulërima duke debatuar e deklaruar se nuk ka s'pak dashuri ndaj eglit. Ky moment ka marrë shumë reagime në faqe zyrtare të Big Brother VIP, mes të cilëve dhe ish partnerës së gjestit Xhenetës. Kjo e fundit e ka pëlqyer postimin duke shprehur në një farë mënyrë mbështetjen. E jo vetëm kaq, pasi tashmë ajo duket se është një hap edhe më afër hyrjes në shtëpinë e Big Brother VIP, pasi ka shpërndar një postim të Anajt Kalotit, i cili njihet për burimet e tij të brendshme në produksionin e Big Brother. Ai ka shpërndar teorinë e tij sepse gjesti nuk foli në prajm, teksa ka bërë edhe thirrje që në këtë pikë të lojës të hyjë Xheneta Fetau, teksa shkruante: "Nuk reagoi gjesti mbrëm sepse nuk do të fliste se si kjo masakroi veten për gjestin, do merrte tjetër ngjyrim biseda dhe si e kuptoi që produksioni e fsheu këtë, dhe ai tha, o do flasim siç është ose do flasim fare, dhe tha nuk flas." Ai e ka thënë që në fillim nuk i them dot jo sepse bëhet keq, dhe duke qenë se ai ka pasur një marrëdhënie të tillë dhe se ka thënë që ajo goca tjetër ka bërë më keq dhe ai mundohet t'i bëjë qefin eglit që të qetësohet, por ajo është me probleme të vërteta dhe e varur ndaj gjestit. Hajte merre vesh, e ka futur gjestin në valle dhe s'po del dot, se ajo bën viktimën e dalin këto pastaj në mbrojtje të feminizmit. Le të fusin Xhenetën, ta sjellin këtë eglin në vete. Unë në këtë pikë të lojës jam dakord të hyjë Xheneta Fetau, shkruan Anajti postimi i cili është shpërndar edhe nga vetë Xheneta.